Ministri në detyrë administrimit të pushtetit lokal Albert Krasniqi pohetohet për kanosje të 2 personave. Rasti dyshohet se ka ndodhur të dielën e 23 nëntorit në këtë rrugë, në vendin e njohur si rruga Rene Pej. Zëdhënësi i prokurorisë themelore për këtë rajon Shkodra Nikçi e konfirmon inicimin e këtij rasti. Në urdhën prokurorit është iniciuar rast për vepër penale kanosje. Ka rezultuar se është një ministër në detyrë të Republikës Kosovës. Mirë po, për këtë çështje jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, koordinim të plotë me Policinë e Kosovës. Dyshohet se gjithçka ka ndodhur në rrugë, derisa ka qenë bllokuar çështja e trafikut, dhe sipas tyre i njëjti ka dhënë nga vetuar dhe ka kanosur. Për ATV ka folur edhe personi që pretendon se është kanosur nga ministri në detyrë Albert Krasniqi. Riza Murati thot se derisa po kthej nga puna me të birin dhe nipin, e pati një aksident. Sipas tij, duke pritur të vinte policia, u krijua kolon në rrugë, ku ishte edhe vetura ministrit. Erdh çaj person, edhe erdh në gjysmë të kerrit, si me kon i çmendur. Lego kerën bitu i thash o shok, thash je policia, dhe sa të vinë policia, kerri nuk largohet. Veç ku ka thonë, mos ma vit ngat, bërtit këtë madhe, edhe një femën se dhe te ke kerën në Audi, ajo në kerë tha, e dini këtë kë. Murati pretendon se personin e fjalë kishte edhe armë me vete. Një më ndore e qojë dikur në altë, tjetërën e qojë dorën në armë, edhe tha, largo mu, se e ka qujë dorën në armë, djali më ka thonë, bab, fotografoja kerën. Ja kemi fotografu kerën, mase u jip në kerë, më tha, shifën tha në altë atje. E ku në altë nuk e di. Ky rast nuk është evidentuar në raportin 24 orësh të policisë. Televizioni ka provuar që të marrë një qendrim të ministrit në detyrë Albert Krasniqi, por i njëjti nuk ka qenë i qasshëm gjatë ditës. Njësoj as nga kabineti i tij nuk kanë folur për rastin.